Nga presidentja për takjen e Kadriaj. Edhe si aleancë a keni më marrë pjesë? Po. E dëgjova. Ha, ka. Qa unë të lek pak mikrofonin se. Pas vendimit të gjykatës kushtetuese ne jemi në një situatë krejt re dhe po mendoj që vazhdimi i seancave me këtë ritëm është antikushtetues dhe nuk i bën ndjer as Kosovës. Ne pas këtij vet kemi kërku, pas gjykimit të gjykatës kushtetuese, vetë si aleancë kemi kërku një takim konsultativ me kryesuesin e seancës dhe partive tjera politike dhe pashtu ju kemi përgjigj kërkesës për takim të zotit Kurti me qëllimin më të mirë për zhbllokimin e situatës. Takimi edhe do të tajni partitë veç. Se kom atë informat ende, nuk i kom atë informat, po ne do i përgjigjem. Se kom informat sakt ditën, orën, kur do të jetë, nuk i kom këtë informat, po unë besoj që do i përgjigjem kërkesës së presidentes për takim. Faleminderit. Albin Kurti, që propozu si e për të vendosjen? Ata tash por u munduan me mbyll seancën edhe unë kështu që ndorën Albin Kurti tosh me blloku dhe me zhblloku situatën. Pasuri Kadriaj, më efektive do të cilësonit nëse do të ftoheshet nga presidentja veç si partia, apo të gjitha bashkërisht në një takim përbashkët? Ne ishim në një takim përbashkët, ju e dini që unë kom qenë pjesa e atij takimit, i kemi dhënë alternativa se ish parti opozitore për daljen nga ky gërç, po që lëvizja vetëvendosje në fakt Albin Kurti në këtë rast se ka qenë vetëm me lëvizjes vetëvendosje nuk ka pranuar. Nuk ka pranuar asnjë alternativë. Ne konsiderojmë që insistimi për formimin e një komisioni të tillë është antikushtetues dhe kërkesa që ka qenë hajde të votojmë u shpërbën një komision, nuk ka komision se s'ka kaluar. Momentin që nuk kalon, nuk i ka votat, nuk ekziston fare ky komision dhe shumë lehtë nëse kishin dashur me i kontribu zhbllokimit të situatës kanë mujt me u kthy në seancën me votim të hapur edhe të shohim. Është e drejtë e tyre me propozu kandidatin, ne nuk e kontestojmë, le të propozon kondon, po ka ndonë alternativa edhe PDK-ja, ka ndonë alternativa AK-ja për kandidat të ndryshëm, mos do t'i japim emra dhe nëse kish dasht me vërtet me zhblloku situatën ka pas alternativa dhe ka pas mundësi. Në momentin kur po flasim premisën e tyre Albin Kurti për marrë pjesë në një summit të rëndësishëm në Shkup, në platformë partitë që opozitore për azosin mandatin si kryeministër e tyre. Albin Kurti i ka thënë se partitë opozitore po azosin në platformë mandatin. Jo, ai duke blloku në asnjë formë, shifni është sa legjislatura është legjislatura 9, shifni ndonjëherë kur partitë opozitore kanë votu kryeparlamentar një partie tjetër. Megjithatë na kemi ofruar alternativa dhe ajo është bllokuar tash në një komision që fare s'ka rëndësi. Ka dalë për rendit të ditës, ka shkel rendin e ditës që është përcaktuar ku ka pas përfaqësuese të televizës vetëvendosje se në takimin e tillë ka qenë zoti Klau Kjonuca. Dhe tash a mendoni që ne duhet të him shkelet kushtetutës me votu një komision ku kushtetuta qartë ka dhënë vendim. Duhet t'i kthehemi praktikave të mëparshme të votimit. Domethënë e ka përcaktuar sakt në një paragraf dhe tash na për tekët e Albin Kurtit nuk mundem, nëse Albin Kurti po bëhet shkelës i kushtetutës që nuk është hera parë, ne nuk mund ta ndjekim praktikën e tij. Kemi dhënë alternativa, po shifet qëllimi që zoti Albin Kurti po i konvenon para dite me qenë deputet, pas dite me kon.
Faleminderit. Tash e lexova që ka ftesa për liderët e partive politike për takim me presidentin. Unë para se me hynë në sallë tash ndoshta duhet më rol më shumë presidentja, mirë po duhet jetë tepër e qartë edhe e saktë, sepse ne po e shohim televizave të vendosur po interpreton aktgjykimin e gjykatës kushtetuese ashtu siç pikon vënën vet. Dhe po besoj që do të përgjigjemi kërkesës edhe do të marrim pjesë në takim. Kam bërë praktika sepse kur po folin deputetët ish opozitës, ende pa hap gojën, po tentojmë me mbyll seancën, dhe unë sot e kisha një propozim konkret, mendova se profili më i mirë për me zhblloku situatën është Albin Kurti, sepse ai që e bllokon mundet me zhbllokue. Mirë që pas kanë thirrë në Shkup, sepse për 4 vjet tash gati u bën 4 vjet e sa muaj gjys. Shifni çfarë agjende ka pas një kryeministër i vendit që është shpërtor, edhe jemi vend i izoluar.